Atëherë përshëndetje për të gjithë ju miq e në Mim Podcast. Po takohemi sërish me mua Ana Hari, me që kësaj here nuk do t'jemi vetme dhe kam kënaqësinë dhe një privilegj të jashtëzakonshëm që me bëj një bashkëbisedim shumë të këndshëm me Adriana Dragushën, gazetare nga KTV. Adriana, mirë se erdhe. Mirë se të kam gjithë në harë, kënaqësi shumë sot me qenë bashkë me ty edhe në ambientin e shkollës, ku kemi qenë edhe herë të tjera, po kemi realizuar storje për ty, për librin edhe për librat që ke shkruar realisht, sot në një bisedë kështu të këndshme besoj. Faleminderit shumë. Fillimisht ç'është po duket e gjithë kjo ide e podcastit? Ideja është shumë e qëlluar dhe shumë mirë që e ke botë për gëzoj, sepse është diçka që na duhet kohë të fundit, sidomos kur flasim për gjërat e reja, pse mos me marrë iniciativë me sjell diçka të kësaj natyre, se po e shohim që në media tepër shumë kemi sot persona të profileve të ndryshme që po realizojnë podcast, po ndoshta në shkollë është një raport po më duket që po e shoh një realizim të tillë. Është po të ecë fillimisht, sepse tash ke filluar. Po, atëherë fillimisht është podcasti i parë dhe i vetëm që një shkollë publike domethënë e realizon në mbar Kosovën, edhe me të vërtetë ka qenë diçka që gjatë punës së idejimit ka qenë ndoshta pak sa sfiduese, por tash kur po e bëj me të vërtetë po më shihen jashtëzakonisht shumë. Ata që më kanë ndjekur edhe në intervistat e mëparshme dinë shumë mirë që gjithmonë e kam përmend pjesën e moderatorës ose gazetares që e kam edhe si ëndër për të ardhmen, edhe tash kjo pjesa e podcastit ndoshta po më përgatit për një të ardhmen. Profili që kanë me u intervistu vetë se janë përzgjedhë, domethënë është stafi menaxhit të shkollës, ku në këtë rast hyn edhe mësimdhënësat, edhe patjetër që numër më i konsiderueshëm domethënë mos kanë me qenë nxënësat, të cilët kanë me shfaq veten, talentet, sportet me cilan mirën edhe mbi gjitha aktivitetet dhe angazhimet e tjera që kanë. Këtë podcast kemi me pas ftuar pjesëtarë prej stafit menaxhit të shkollës, mësimdhënësa, nxënësa. Secili prej tyre ka menduar diçka për vetes tyre bashkë me neve. Përgjithësi, ato përmbajtjet televizive ose përmbajtjet mediale për fëmijë janë shumë të pakta ditëve ose kohëve të fundit. Edhe mbi gjitha besoj se ky podcast ka me sjellë një frymë shumë atrese, pritet mbi gjitha për arsimin edhe për trit. Edhe domethënë unë e përmend shpesh herë kom edhe në librin e dytë on si mesazh se askush nuk e di më mirë për vetën tonë se sa që e dim ne vetë. Kështu që nuk kemi ndoshta nevojë për me pas këtu persona me nivele të larta të punës, apo persona kush e di se sa të lartë në detyrë për me fol për fëmijët. Kur vetë fëmijët janë ata që e dinë më mirë se gjithkush për veten e tyre. Çka kemi kërku? Sepse kjo është pak një formë edhe mesazhi që mundesh me i drejtu për ta, edhe thirrje shpikrisht për juve, për gjeneratën e re. Çka kemi këtu? Në fakt, thirrje që kanë avur përmes këtij podcasti janë shumë të marrë parasysh edhe profilet e mësimdhënësave apo edhe të nxënësave që vinë. Se nxënësa domethënë vinë në cilësinë e atyre që asaj puna, asaj drejtime që ata dinë me bu mas mirë. Edhe domethënë një thirrje jashtëzakonshme kishte me qenë për pjesën institucionale ndoshta më shumë që ajo vëmendja me shku komplet të trit edhe me pa me të vërtetë se sa talent janë edhe sa shumë përkushtim e bujnë një sport caktuar ose një aktivitet me cilën mirën, edhe patjetër që thirrja e dytë kishte me qenë edhe për ata bashkëmoshatarët tonë, të cilët ndoshta kanë talent për diçka, po thjesht e kanë atë frikën se mos dështojnë ose mos nuk i plotësojnë pritshmëritë e tyre, edhe që pse jo me provu se momentin që ti thjesht ngurresh edhe nuk provon kur gjë nuk ke mund të mjaftojë. Tash me qenë se ti don shumë gazetarinë edhe po e realizon pak a shumë ëndrrën tënde, na kemi biseduar bashkë disa herë për këtë, po ta lo rolin tënd ty, atë pyetje që kishe drejtuar një gazetares ose një moderatorës çdo që të jetë, që ki qef me ditë sa i përket gazetarisë edhe pse të kanë zemër kaq shumë. E ki mundësinë. Faleminderit shumë. E di domethënë shumë mirë që gazetaria ka qenë edhe vazhdon me qenë profesionin që unë e shoh veten e të ardhmen, edhe ndoshta një pyetje që ta kisha bërë ty masi të kam këtu prezente dhe që të falenderoj shumë edhe një herë që ke ardhur. Kishte me qenë për ato këshillat ndoshta ato gjëra që duhet me i pas parasysh para se me mendu edhe më detajisht profesionin e gazetarës, tani edhe ku shndrohet në profesion. Edhe kështu kur kemi bërë bisedë jashtë kamerës në këtë rast, të kam treguar disa herë që nëse nuk e don me zemër profesionin që ti e bën në këtë rast që është gazetaria, më mirë është mos me hi në atë punë hiç, realisht, sepse ajo reflekton. Edhe në kamerë dhe kudo, edhe tjetra që është, e kam thonë edhe disa herë të tjera, kompromis me profesionin tënd, me zgjedhjet e tua, me parimet që t'ja vendos vetës për rrugën që ke zgjedhur gjatë profesionit nuk është mirë asnjëherë me po, i ke synimet e tua të qarta, dhe nëse të kërkohet ndonjëherë me ndryshu në rëndësisht në karakter për me shfaq diçka që ti nuk je, ndoshta është më mirë me zgjedh diçka tjetër se sa me e aprovu diçka që të kërkohet e që ti s'mundesh me ato. Kjo mendoj që është ajo bazë
Mandej, pjesa e vështirësive që i ka gazeteria, dikush e sheh vetëm finalin, ne kemi gjithmonë e shohim këtë bisedë, po ata nuk e dinë çka kemi hek na për me vendos pajisjet, për me lëshu rekord aty disa herë, mandej me pa kuadrat, se jemi me 3 kamerat tash një kohë që po e bojmë këtë xhirim. Duhet me pas parasysh që prej as në zh i ke përgjegjësit tuat vet. Edhe në momentin që ti e shfaq në final, në ekran, atë personazh, atë temë që ke zgjedhur me trajtu, duhesh me pas përgjegjësinë edhe barën komplet mbi vete që nënkupton që duhesh me qenë i sakt, duhesh me qenë i informuar para se me ftu atë person për të paktën disa detaje, se tash na krejt nuk mundemi me i ditë në secilën fushë, po sipërfaqësisht të paktën ta dim ndonjë informacion bazë. Mbi të gjitha, duje profesionin që ti e zgjedh. Nëse mendon për aspektin financiar, gazeteria nuk ta ofron atë, po të përmbush shpirtërisht. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit shumë edhe kom i marrë shumë për bazë edhe pse jo kom me i rishqyrtu disa herë, por besoj se ka kohë me dhunë deri me një morë caktuar. Patjetër, turoj shumë sukses edhe gëzohem shumë që në rrugtimin tonë jo me dhone sepse tash një prej kush. Faleminderit shumë edhe një herë juve që gjetët kohë për me ardhur dhe mbi gjitha televizioni këtë vend përgjithësi ka qenë gjithmonë një derë e hapur për mua personalisht, po edhe për shumë 3 bashkëmoshatarët me që kanë një ide dhe vizione shumë të qarta për të ardhmen, edhe ka qenë një derë mjaft e mirë promovuese që kemi pas gjithmonë hap, kështu që ju falenderoj. Do të jetë gjithmonë, faleminderit prej teje. Atëherë dashur miq, ka sa përket kësaj interviste dhe këtij bashkëbisedimi shumë të këndshëm që e kemi, e bashkë një shihje me si zakonisht çdo shtunë.